Në një fshat të vogël të rrethuar nga kodrat e gjelbra dhe fusha të gjera, jetonte një bujk i mirë që quhet John. Ai kishte një fermë të bukur me shtëpi prej guri të bardh, obor të gjerë plot me lule dhe pemë frutore, dhe një ahur të madh ku mbanin kafshët e tij. Në këtë ahur jetonin 2 kafshë që ishin shumë të ndryshme nga njëra tjetra. Shpejtësia, një kal i bukur me ngjyrë kafe të errët dhe korë të zi si nata, dhe Durimi, një gomar i vogël me ngjyrë hiri dhe sy të mençur. Shpejtësia ishte krenar dhe elegante. Bishti i tij i gjatë luhej në erë si flamur i artë, dhe kur vraponte në përfushat e gjelbra, hovin e tij mund ta dëgjonit prej larg. Ai ishte i njohur në të gjithë krahinën për shpejtësinë dhe bukurinë e tij të rrallë. Njerëzit vinin nga fshatra të largëta vetëm për ta parë, dhe fëmijët të ndëronin të hipnin në shpinën e tij dhe të fluturonin si era nëpër kodra. Nga ana tjetër, Durimi ishte i vogël dhe i thjeshtë. Leshi i tij nuk shkëlqente si ai i shpejtësisë, dhe ecja e tij ishte e ngadaltë dhe e matur. Por sytë e tij të mençur dhe të butë tregonin një zemër të pastër dhe një shpirt të duruar. Ai punonte çdo ditë pa u ankuar, duke mbajtur barë të rënda dhe duke ndihmuar Johnin në të gjitha punët e fermës. Megjithse jetonin në të njëjtin ahur, Shpejtësia dhe Durimi nuk flisnin shumë me njëri tjetrin. Shpejtësia mendonte se ishte shumë më i rëndësishëm se gomari i vogël, dhe Durimi, edhe pse nuk e thoshte, ndjente keqardhje që shoku i tij e trajtonte me mospërfillje. Një mëngjes pranvere, ku dielli sapo po ngrihej mbi kodrat dhe ajri ishte plot me aromën e luleve të reja, Johnny erdhi në ahur me një lajm të rëndësishëm. Shpejtësia dhe Durimi, tha ai, duke i fshirë duart në përparse, sot do të bëjmë një udhëtim të rëndësishëm. Duhet të çojmë disa thes me grur në tregun e qytetit, dhe pastaj të sjellim ilaçe të rëndësishme për gratë e sëmura të fshatit. Rruga është e gjatë dhe e vështirë, por të dy jeni të nevojshëm për këtë punë. Shpejtësia fryri hundët me krenari. Sigurisht që jam i nevojshëm, mendoi ai. Jam kali më i shpejt i krahinës. Do ta përfundoj këtë punë shpejt e shpejt. Durimi nga ana tjetër, thjesht lëkundi kokën në shenjë miratimi, i gatshëm të bënte atë që i kërkohej. Johnny u ngarkoi kalit disa çanta të lehta me dokumente dhe para, ndërsa gomarit i vuri në shpinë thes të rënd me grur. Shpejtësia, i tha ai, ti do të ecësh përpara dhe do të na tregosh rrugën. Durimi, ti do të vihesh prapa me ngarkesën kryesore. Kështu filloi udhëtimi i tyre. Në fillim, rruga kalonte në përfusha të bukura plot me lule të egra dhe pemë frutore. Shpejtësia vraponte përpara, duke u krenuar me shpejtësinë e tij, ndërsa Durimi ecte me kujdes prapa, duke mbajtur barën e rënd në shpinë. Shiko sa i ngadaltë është ai gomar, mendonte Shpejtësia, duke parë prapa. Sikur të mos ishte me ne, do të arrim në qytet para drekës. Por tani duhet të presim gjithë kohën. Pas disa orësh ecje, arritën në një rrugë të ngushtë që kalonte nëpër një pyll të dendur. Pemët e larta bënin hije dhe ajri ishte më i freskët, por rruga kishte filluar të bëhej më e vështirë. Kishte gur të mëdhenj dhe gropa të thella, dhe disa vende ishin shumë të pjerrëta. Shpejtësia, që ende ecte përpara, nuk e vuri re se rruga po bëhej më e rrezikshme. Ai vazhdonte të vraponte me të njëjtën shpejtësi, duke menduar vetëm për sa shpejt do të arrinte në qytet. Kujdes Shpejtësia, thiri Durimi nga prapa. Rruga po bëhet e rrezikshme. Ka gropa të thella këtu. Por Shpejtësia nuk e dëgjoi. Ai gomar i ngadalt po mundohet të më jap mësime mua, mendoi me arrogancë. Unë njoh këtë rrugë më mirë se ai. Papritur, ndërsa Shpejtësia vraponte nëpër një pjesë të veçantë të pjerrët të rrugës, këmba e tij e përparmera në një grop të thellë të mbuluar me gjethe. Ai u rrëzua me një briti dhimbjeje dhe kur u përpoq të çohej, kuptoi se këmba e tij ishte dëmtuar. Këmba ime, thiri ai me dhimbje. Nuk mund të ngrihem. Durimi, që kishte parë çfarë kishte ndodhur, menjëherë la ngarkesën e tij në tokë dhe vrapoi te shoku i tij. Shpejtësia, je i lënduar, pyeti ai me shqetësim. Po, përgjigje i kali me zë të dobët. Këmba ime është goditur rënd. Nuk mund të vazhdoj udhëtimin. Durimi e vështroi me kujdes këmbën e dëmtuar. Duhet të kesh durim, i tha ai butësisht. Do të ndihmoj. Ndryshe si? Po si mund të më ndihmosh ti? Pyeti Shpejtësia me hidhërim. Ti je vetëm një gomar i vogël. Ndoshta jam i vogël, tha Durimi me qetësi, por kam përvojë me këto gjëra. Babai im më ka mësuar si të ndihmoj kafshët e lënduara. Me durim dhe kujdes, Durimi ndihmoi Shpejtësisë të çohej ngadalë. Pastaj, me gjethet dhe degët që gjeti në pyll, bëri një fash të improvisuar për këmbën e dëmtuar. Tani mund të ecësh, i tha ai, por duhet të shkosh shumë ngadalë dhe me kujdes. Shpejtësia ndjeu një ndjenjë turpi që nuk e kishte ndjer kurrë më parë. Pse po më ndjemon? Pyeti ai. Unë nuk kam qenë i mirë me ty. Durimi buzëqeshi butësisht. Sepse jemi shok, tha ai thjesht.
Dhe shokët ndihmojnë njëri tjetrin, pavarësisht nga çdo gjë. Ndërsa vazhduan udhëtimin, shpejtësia ecte ngadalë dhe me mundim, ndërsa durimi mbante jo vetëm ngarkesën e vet, por edhe atë të shpejtësisë. Megjithse barri ishte e rënd, gomari i vogël nuk u anku asnjëherë. Ti po mban të gjithë peshën, tha shpejtësia me faj në zë. Kjo nuk është e drejtë. Nuk ka gjë, përgjigjej durimi. Kjo është ajo që bëjnë shokët. Kur ti ishe i fortë, ti na udhëhoqje. Tani që unë mund të ndihmoj, kjo është radha ime. Ndërsa ditë po kalonte, ata vazhduan rrugën e tyre në përpyll. Kishte filluar të bënte vap, dhe të dy kafshët ishin lodhur. Shpejtësia, që nuk ishte mësuar me ecje të ngadaltë dhe të gjatë, ndjente se po dobësohej. Nuk mund të vazhdoj, tha ai duke u ndalur. Jam shumë i lodhur. Durimi e shikoi me kujdes. Do të pushojmë këtu, vendosi ai. Pranë asaj përroje. Do të pim ujë dhe do të qodhem. Pranë përrores së vogël, durimi i ndihmoi shpejtësisë të ulej me kujdes. Pastaj shkoi dhe solli ujë të freskët në një gjethe të madhe që e përdori si tas. Ke bërë kaq shumë për mua, tha shpejtësia duke pirë ujin. Dhe unë kam qenë krenar dhe i pa drejt me ty. E kaluara është e kaluara, tha durimi me mirësi. Ajo që ka rëndësi është se tani jemi shok të vërtet. Pas një pushimi të gjatë, ata u nisën përsëri. Por kësaj here, shpejtësia nuk ecte përpara. Ai ecte ngjitur me durimin, dhe ata flisnin dhe qeshin bashkë ndërsa udhëtonin. Ti e di, tha shpejtësia, unë mendoja se shpejtësia ishte gjë vetëm e rëndësishme. Por tani kuptoj se ka shumë gjëra të tjera që janë po aq të rëndësishme. Durimi i miqësia ndihmesa për të tjerët. Dhe unë kam mësuar diçka nga ti gjithashtu, tha durimi. Kam mësuar se ndonjëherë duhet të kesh guxim për të ëndërruar të mëdha, ashtu si ti që ëndërron të vraposh sierra. Kur dielli filloi të perëndonte, ata panë në largësi dritët e para të qytetit. Por rruga e fundit ishte më e vështira se të gjitha të tjerat. Kishte një kodër të pjerët që dukej e pamundur për t'u ngjitur. Si do ta ngjitemi këtë? Pyeti shpejtësia me shqetësim. Durimi mendoi për një moment. Bashkë, tha ai. Do ta ngjitemi bashkë, hap pas hapi. Dhe kështu bëri. Durimi ecte përpara duke zgjedhur rrugën më të sigurt, ndërsa shpejtësia e ndiqte, mbështetur në shokun e tij kur kishte nevojë. Her pas here, kur durimi lodej në peshën e ngarkesës, shpejtësia gjente mënyrë për ta ndihmuar, edhe me këmbën e dëmtuar. Kur më në fund arritën në majë të kodrës, ata panë qytetin e bukur të shtrirë përpara tyre, me dritë që shkëlqenin si yje në tokë. E bëm, thiri durimi me gëzim. Po e bëm, tha shpejtësia, por më e rëndësishmja është se e bëm bashk. Në tregun e qytetit, ata i shitnin grurët dhe blen ilaçet e nevojshme. Tregtarët i përqafuan me ngrohtësi, sepse i njihnin si kafshë të besueshme dhe të mira. Ju jeni një çift i mrekullueshëm, u tha një tregtar i moshuar. Kali që di të jetë i duruar dhe gomari që ka zemër të madhe. Udhëtimi i kthimit ishte më i lehtë. Këmba e shpejtësisë po shërohej ngadalë, dhe ai kishte mësuar të ecte me durim. Durimi nga ana tjetër kishte fituar më shumë besim në veten dhe ndjehej krenar për gjithçka që kishin arritur bashk. Kur arritën në fshat, Gjoni i priti me gëzim të madh. Si shkoi? Pyeti ai. Shkoi mrekullueshëm, tha durimi. Mesuam shumë gjëra nga njëri tjetri. Po, shtoi shpejtësia. Mesuam se çdo njeri ka aftësi të veçanta dhe kur punojmë bashk, mund të arrijmë gjëra të mëdha. Gjoni buzëqeshi. Kjo është mësimia më e rëndësishme e jetës, tha ai. Nga ajo ditë e tutje, shpejtësia dhe durimi u bën shok të pandashëm. Shpejtësia mësoi të jetë më i duruar dhe më i sjellshëm me të tjerët, ndërsa durimi fitoi besim në veten dhe mësoi se edhe ai kishte vlera të mëdha për t'u ofruar. Në ditët që pasuan, ata punuan bashkë në fermë, secili duke përdorur aftësitë e tij për të ndihmuar tjetrin. Kur dikush në fshat kishte nevojë për ndihmë të shpejtë, shpejtësia ishte gati të vraponte. Kur dikush kishte nevojë për një punë që kërkonte durim dhe përpikëri, durimi ishte gati të ndihmonte. Fshati i tyre u bë njohur për dy kafshët e mrekullueshme që punonin bashkë si një ekip i përsosur. Njerëzit vinin nga vende të largëta për t'i parë dhe për të mësuar nga shembulli i tyre se si të ndryshme mund të bashkëpunojnë në harmoni. Një ditë, një grup fëmijësh erdhi në fermën e Gjonit për t'i parë dy kafshët e famshme. A është e vërtet? Pyeti një vajzë e vogël, se ju ishit armiq dhe tani jeni shok të mirë. Shpejtësia dhe durimi u shikuan njëri tjetrin dhe qeshën. Nuk ishim kinja shok, tha shpejtësia. Ishim vetëm të ndryshëm, dhe unë isha shumë krenar për ta kuptuar këtë. Dhe unë isha tepër i turpshëm për të treguar se çfarë mund të ofroja, shtoi durimi. Çfarë ju mësoi më shumë? Pyeti një djalë tjetër. Që secili prej nesh ka diçka të veçantë për t'u dhuruar, tha durimi. Dhe kur i kombinojmë aftësitë tona, bëhemi shumë më të fortë.
dhe se miqësia e vërtet do të thotë të ndihmosh edhe kur është e vështirë, shtoi shpejtësia. Fëmijët u larguan të frymëzuar nga historia e tyre, dhe shumë prej tyre mësuan të vlerësojnë miqësitë e tyre dhe të shohin bukurinë e diversitetit. Vitet kaluan dhe shpejtësia dhe durimi u plakën bashkë, por miqësia e tyre u bë vetëm më e fortë. Ata e dinin se kishin mësuar një nga mësimet më të rëndësishme të jetës, se forca e vërtet vjen nga bashkëpunimi, se bukuria gjendet në diversitet, dhe se miqësia e vërtet mund të mposhti çdo pengesë. Dhe kur fëmijët e rinj të fshatit pyesnin për historitë e vjetra, pleshtu tregonin gjithmonë për Kalin dhe Gomarin që mësuan se duke punuar bashkë, mund të arrijnë çdo gjë që ëndërronin. Kështu përfundon peralla e shpejtësisë dhe durimit, dy shokë që megjithse ishin të ndryshëm, gjetën forcën në miqësi dhe në bashkëpunim. Historia e tyre na mëson se pavarësisht nga dallimet tona, të gjithë kemi diçka të vlefshme për t'u dhuruar, dhe ku bashkohemi me dashuri dhe respekt, mund të arrijmë gjëra të mrekullueshme.